që ky është iPhone 17 Pro Max dhe nëse mendon që nuk mund të më përgju, atëherë jeni gabim. Dhe ngjëzon mikrofonin që ka po flas. Jarkovant e gjelbër, kaltër. Jarkovant e gjelbër, kaltër. Kemi marrë lokacionin e saj Shënjestër.net. për të demonstruar se çdo pajisje, përfshirë edhe ky iPhone, mund të përgjohet. Ne kemi zhvilluar një lojë të thjeshtë e cila do të demonstroj përgjimin e GPS-it ose lokacionit dhe mikrofonit. Loja është një lojë e thjeshtë e cila si kur të luajmë ka këtë rol, mi bë topat me ngjyrë të njëjtë edhe kështu vazhdojmë. Gjatë lojës, aplikacioni çon lokacionin në server dhe ngjëzon mikrofonin që ka po flas. Gjatë demonstrimit, viktima jon ka qenë në sheshin e Prishtinës dhe shihet që kemi marrë lokacionin e saj nga fillimi i sheshit këtu te bulevardi te Premendorja e Ibrahim Rogovës deri te pjesa këtu te objekti i Ministrisë të Kulturës. Përveç saj, shihet që kemi disa ngjëzime te mikrofonit që kanë ndodhur gjatë asaj periudhe. Një për tyne që mund në me lëshu, kjo. Malt, gjelbër, jarkovant, gjelbër, kaltër. Me përgjim në kuptojmë shumë sane. Mirë po mas shpesh i kuptojmë përgjimin e mikrofonit, për me nguni për sënë që po fol, dhe lokacionin aty ku gjendet. Të dy këto mënyra përgjimit kanë mënyra ndryshme që mundet më përgju. Nëse marrim rastin e mikrofonit, janë dy mundësi gjenerale. E para është, nëse ti bën thirrje përmes telefonisë mobile, ose që është njët me impulsa, mundet me të përgju provajderi asaj, Vala ose EPCO. Pra, kur ti bën një thirrja shkon për një telefonin në qendër dhe nga qendra në telefonin tjetër. Shteti, provajderi, mundet me të përgju nivel të qendrës. Dhe në atë rast, gjithë ato mitet që njihen, që po bën telefoni bip, ose po vanon 3 sekonda, ose po shton, janë mite. Kur përgjimi ndodh nëpërmes ofruesit të shërbime telefonike, në telefonin juaj ju nuk dalloni asgjë. Këto përgjime zakonisht bëhen nga institucione të ndryshme me urdhër të prokurorit. Përgjimi i thirrjeve mund të bëhet nga ofruesi e shërbimeve telefonike, në rastin ton EPCO ose Vala, e cili mund të përgjojnë nga qendra e kontrollit. Mirë po, kjo teknik nuk është shumë efektive, për arsye që shumica e thirrjeve në ditët e sotme zhvillohen jo me impulsa, po përmes aplikacioneve të ndryshme që është WhatsApp, Viber e tjera. Këta aplikacione nuk mund të përgjohen nga ofruesi i shërbimeve telefonike, për arsye që kanë kriptim. Metoda e dytë e përgjimeve të thirrjeve është kur përgjohet mikrofoni. Mikrofoni përgjohet kur një aplikacion specifik është instaluar në atë pajisje dhe ai e merr kontrollin e mikrofonit dhe i ngjëzon. Këto ngjëzime dërgohen te pala e sulmit. Ky lloj i përgjimit është demonstruar në videon që demonstruam paraprakisht. Provajderi i telefonisë mobile mund të gjejë lokacionin juaj duke përdorur 3 antena dhe fuqinë e sinjalit. Në ilustrim telefonit është këto janë 3 antena dhe varësisht për fuqisë sinjalit që ki në raport me njërin antenë, përmes këtyre 3 antenave gjendet parafërsisht lokacioni juaj. Kjo është teknikë që në zona urbane mund të jetë shumë funksionale për shkak se ka antena shpesh, ndërsa në zona rurale ose në fshatra nuk është shumë funksionale për arsye që antenat janë shumë larg njëra tjetrës. Për këtë arsye, marja e gabimit të lokacionit të telefonit është shumë e madhe. Teknikë tjetër, e cila përdoret për përgjimin e lokacionit është kur një aplikacion gjendet në telefon dhe i cili ta merr lokacionin ku gjendet dhe dërgon te serveri i sulmuesit. E njëjta teknikë është përdorur në këtë demonstrim. Qysh me vërejt, a jem duke u përgjuar nga një aplikacion që kemi të instaluar në telefonin tonë. Në rastin tonë, edhe pse loja mund të më dukë si loje padëmshme, janë 2 indikacione që mundu me vrejt që po përgjohen. E para kjo sheja këtu, e cila po tregon që është duke përdorur lokacionin ton, dhe dyta është kjo drita e portokallt e cila na tregon që po përdor mikrofoni. Nëse largojmë aplikacionin mund me pa që edhe mikrofoni edhe GPS-i është duke u përgjuar. Kjo është një lojë e thjeshtë, e cila nuk ka të bëjë asgjë me lokacion ose me mikrofon. Dhe për të parë
është do kjo përdorë këto senzorat e telefonit, atëherë çka mundu me ba, mundu me hi në settings, mundu me hi të aplikacionet, dhe mundu me gjetë lojën. Shumë se loja është duke na përdorë lokacionin dhe mikrofonin. Kjo lojë nuk ka asë një funksionalitet që lidhët me mikrofon ose me lokacion, dhe për këtë arsye ne nuk duhet të lejojmë këto senzora. Nëse ne e nalëm mikrofonin dhe e nalëm lokacionin, atëherë loja mund të luhet, mirë po sulmuesi nuk mund të na përgjej. Shihet këtu nuk është duke përdorur më GPS-in, as nuk është duke përdorur mikrofonin. Nuk ka rëndësi çfarë telefoni kem. E rëndësishme është çka instalojmë në atë telefon dhe çfarë qasje japim aplikacione të tjera. Aplikacionet e ndryshme, sikur TikToku, WhatsAppi, Facebooku, të cilat kanë qasjen e mikrofonin, kamerën, lokacionin juaj. Ato gjithmonë mund t'ju përgjojnë. Është çështje e providerit ose ofruesit të shërbimit, atë dëshiron t'ju përgjoj ajo. Shënjestër.net